Miqtë e mi, jemi në këndin e të ftuarve tani, pasi kemi të ftuar në studion e Vilës 24, dietologën dhe mikeshën e emisionit tonë Rolina Naco. Përshëndetje Rolin dhe mirë se erdhe. Mirë se i gjeta. Jemi sot bashkë edhe do të flasim për ushqimet të cilat duhen konsumuar në stinën e verës. Do të fokusohemi në fakt tek frutat, rëndësia e tyre dhe do t'i përmendim një nga një në fakt ato të cilat në mënyrë kategorike do të thoya nuk duhet i lëmë jashtë dietave tona ushqimore. Le ta nisim me pse janë kaq të rëndësishme frutat në fakt për të konsumuar sidomos në stinën e verës. Në fakt, për të gjithë ata që janë mërzitur duke konsumuar ato frutat e dimrit, në thonjza që janë dardhat, kiwit, molla, banana, edhe agrumet, të cilët ndoshta shpeshherë gjej justifikim që nuk më pëlqen ai frut, vera është ajo që është ndoshta shumë dhe ka dhënë një gamë shumë të gjerë tek frutat dhe janë shumë të dashura për të gjithë ne. Por është shumë e rëndësishme të flasim edhe për rëndësinë e tyre pse duhen konsumuar domosdoshmërisht gjatë stinës së verës edhe pse janë kaq të dobishme pasi në verë kemi një temperaturë shumë të lartë, që sigurisht temperatura shumë e lartë ka nevojë për hidratim për organizmin tonë dhe frutat janë një përbërës kryesor shumë i mirë i përqindjes të lartë të ujit. Marrim lëngjë, marrim edhe fruktozën në mos gaboj që marrim dhe sheqerin sigurisht, po ndërkohë marrim dhe goxha vlera të ndryshme të cilat kanë edhe një veti secila nga ato ka një veçanti më specifike. Pjesa më e madhe të tyre ka një sasi shumë të lartë, siç kemi përmendur, në fibra, një sasi shumë të lartë përveç sheqerit, por edhe vitaminave të ndryshme siç i njohim, por përveç kriprave minerale që të përmbajnë, do të shohim specifikisht çdo frut për kë rekomandohet. Kryesisht, po njëkohësisht edhe anën kalorike që mos abuzojmë me to, sepse shpesh herë më ndodh që më vinë klientë thotë unë nuk ha gjë, por ha fruta. Duhet të kuptojmë që frutat sigurisht kanë një përbërës kryesor siç tham sheqerin, dhe ai sheqeri është i njëjti sheqer nëse merret në sasi shumë të madhe për organizmin tonë dhe asimilohet dhe depozitohet në djam nëse ne nuk e konsumojmë. Kështu që le të themi për të paraprirë bisedës, rregulli që mbetet etalon në çdo bisedë që ne zhvillojmë është sasia dhe kujdesi në ekuilibrin e asaj çfarë konsumojmë. Në bazë të nevojave të çdo kujt, por është e rëndësishme të them edhe një gjë tjetër. Gjatë verës ndoshta duhet të rekomandojmë pak më shumë fruta për hir të vapës të madhe, që shpesh neglizhojnë vakte të tjera, vakte më të plota. Frutat duhet të shtohen në këtë rast, sidomos për njerëzit të cilët janë shumë të ekspozuar në diell ose kanë aktivitete fizik më të larta se dikush tjetër. E qartë. Mirë, mua më shkon mendja tek frutat e verës, nëse ti përmendë disi ato frutat që tashmë jemi velo pak nga dimri pasi kanë qenë të vetmet të cilat kemi konsumuar, frutat e verës janë qershia dhe bastani, shalqiu. Të paktën kryesor. Ka pafund, mund të themi, ka zgjidhje për të gjithë shijet dhe për të gjitha vaktet, mendoj. Është shumë e rëndësishme që tani të fillojmë edhe ditën tonë duke konsumuar një frut, do ishte ideale. Ndoshta meqense kemi qershit, do të flasim për to, është një stinë ndoshta e shkurtër që kemi qershi, është një ndër motivet pse presim verën me kërshëri të madhe, në fakt pikërisht edhe qershit. Mund të ndodhen kryesisht në fillim të majit me qershorit, janë pothuajse 2 muaj që ndodhen. Janë shumë të pasura në anthokianina, që janë disa antioksidus shumë të dobishëm, të cilët përveç se mbrojnë qelizën tonë nga radikalet e lira si çdo antioksidus tjetër, kanë një veti që përforcojnë shikimin tonë, bëjnë shumë mirë për mbrojtjen e syve. Gjithashtu, është vënë re që kanë një substancë që quhet melatonin. Melatonina është serotonina që ne kemi thënë dhe të tjera, që është një neurotransmetues që na bën të ndihemi mirë, por që në darkë kthehet në melatonin. Dhe ajo melatonina ndodhet pikërisht tek qershit, ndaj dhe rekomandojnë që të konsumojnë në darkë kryesisht qershit dhe rekomandojnë kryesisht tek njerëzit të cilët kanë probleme me pagjumësi ose një stres më të lartë që të ndihmojë sigurisht të bëjnë një gjumë më të mirë. Le të themi çaj i verës mund të jetë qershia, mund të konsumojmë qershi dhe do të qetësohemi disi, mund të bëjmë një gjumë më të mirë. Madje një rekomandim shumë i mirë për qershit është me qumësh dhe pak mjalt në darkë, do të ishte ideale, ndoshta një qumësh të vagët ose një qumësh i bluar me qershi brenda, si tip milkshake ose smoothies, duke shtuar pak mjalt edhe kanellë. Do ta bëj nesër live në emision, më siguri, qershi, milkshake, kanellë. Por që rekomandohet për në darkë më shumë. Mirë, unë do ta bëj në mëngjes që anisa të fiksojnë, domethënë procedurën edhe recetën. Një recetë shumë e mirë, pra, që ndoshta edhe për grup moshën e tretë, të cilët mund të kenë probleme me pagjumësi, do të ishte më e rekomanduar, përveç ata që kanë përgjegjësi të çrregullime me gjumin e tyre.
Një frut tjetër që... Ndërkohë, Rëlin, nuk dua, betemi të sheshja vetëm një moment. Dhe jam kurioze të di. Fotoja që ne shfaqëm në ekran pikërisht e qershive, është një lloj. Është një lloj Ka qershi. disa lloje në tre. Ka vishnje, ka të qershit që janë si të baçës që vinë në ngjyrë të zbet, po janë të ëmbla shumë. Janë të qershit që sikur s'ka një shije shumë të fortë. Ato qershit të cilat që kanë ngjyrë të zbet, që janë pak, më themi, ngjyrë të verdhë dhe herë pas here si në ngjyrë të kuqe. portokalli. Ka një diferencë me qershitë e tjera, ka një përqindje pak më të ulët në ujë, por ka një përqindje më të lartë në fibra. Ndaj dhe rekomandojnë që shpeshherë përdoret për glikot të ndryshme, pasi ka më shumë masë dhe ajo e bën që të ketë më shumë volum kur ajo konsumohet si reçel, sesa një qershi tjetër e cila thahet më shumë, mund të them, dhe mbetet më shumë lëvorja e saj. Por qershit vishnjë që kanë ngjyrë vishnjë, sigurisht me qershit e kuqe kanë diferenca të vogla përsa i përket sasisë të fitokimikatëve, pra atyre të substancave që japin ngjyrën pikërisht, që shpeshherë bëhet për anthokianinat që ne përmendëm në doza të ndryshme, por kryesisht ndodhet edhe tek vlerat ushqyese që është edhe magnezi, pra ato vishnjat kanë një sasi më të lartë në magnez, që japin edhe atë ngjyrën më të kuqe. Atëherë nëse ato pak më të verdha kanë një sasi të lartë fibrash, vishnjat kanë një sasi më të lartë magnezi, kështu që pse një ditë këto, një ditë ato... Gjithmonë duhet t'i alternojmë. Jemi shumë okej me dietën tonë. Mirë, kalojmë te fruti tjetër. Fruti tjetër. Mund të themi luleshtrydhet të cilat ishin ndoshta në periudhën e majit edhe të qershorit kryesisht, të cilat tani kanë filluar dhe nga pak shterojnë nga tregu jo. Është e vërtet. Por që është mirë që nëse i duam, mund t'i mbajmë në frigorifer, ndoshta kemi fëmijë të cilat i preferojnë, ndoshta është fruti i preferuar. Luleshtrydhet janë shumë të dobishme përsa i përket sasisë në vitamin C që përmbajnë dhe njëkohësisht nuk përmbajnë sasi shumë të lartë sheqeri në krahasim me frutat e tjera. Në fakt kjo ndihet dhe në shije se nuk vinë dhe shumë të ëmbël. Nuk vinë shumë të ëmbël, ndaj do ishte një frut shumë i rekomandueshëm për personat me diabet, por njëkohësisht edhe personat që janë duanpirës, pasi vitamina C që përmbajnë mos harrojmë, një person duanpirës ka një sasi më të lartë radikalisht të lira për hir të duanpirjes dhe kanë domosdoshmërisht nevojë më shumë vitamin C, ndaj dhe rekomandojnë të konsumojnë më shpesh për ata dhe kjo vitamina C e tepër ndihmon jeshmase shumë për të patur një, mund të themi, mbrojtje ndaj radikaleve të lira që shkaktojnë oksidimin te kolesteroli keq dhe njëkohësisht kjo shkakton arteriosklerozën. Pra kemi një mbrojtje të sistemit ton kardiovaskular. Si personat pra që janë duanpirës, si personat me diabet, të cilët sigurisht ata janë të prirur për të pësuar dëmtimet të artereve të tyre, por edhe ata që vuajnë nga problemet kardiovaskular, rekomandojnë njerëz zakonisht shumë që të konsumojnë luleshtrydhet pothuajse një racion çdo ditë. Dhe luleshtrydhet janë shumë të pakta siç thamë në kalori, mund të themi diku ke 5-6 luleshtrydhet të mëdha mund të na japin diku ke 40 kalori, nuk ka një sasi shumë të lartë sheqeri siç thamë. Disa qershit në të kundërt ka një sasi pak më të lartë në sheqer, ndaj dhe mjafton 10 kokra qershi na japin diku ke 40 kalori. Ndaj dhe është rëndësishme që... Për që kujdesshëm dhe te masa. Dhe te masa, ndaj dhe është rëndësishme që mos ulemi para dhe të konsumojmë gjysmë kile qershi, dhe kjo është më rëndësishme. Përgjithsisht është pamja e këtillë që ulesh përpara televizorit me një tas të madh, me qershi dhe derisa të dëndesh, një truk shumë i mirë, qoftë për luleshtrydhet, qoftë për qershit, mund të ishte që t'i vëmë në frigorifer që të jenë disi të ftohta, ose të mund t'i alternojmë, mos jenë vetëm qershi, por të shtojmë brenda dhe luleshtrydhe ose kumlla më të arta që janë përdorur gjatë kësaj periudhe për të marrë vlera të ndryshme. Për të marrë vlera të ndryshme, por dhe të ulim përmbajtjen e sheqerit që ne marrim duke konsumuar dhe frutat të tjera të cilat s'kanë sasi shumë të lartë. E qartë, Lorelina, në mos gaboj kam lexuar në një studim, meqense përmendë luleshtrydhen edhe atë se i bën mirë sidomos vitamina C tek duhanpirësit, një cigare e konsumuar përthith 25% të vitaminës C që përmban trupi njerëzit? Ndoshta jo aq shumë, por është rreth afërsisht 20 pak përqind. Nuk e kam lexuar këtë studim, por doza ditore që rekomandohet për një duanpirës është dyfishme me atë dozën të cilën rekomandohet për një person normal. Pra është 200 mg në ditë, ndërkohë për një duanpirës rekomandohet 400 mg. Por mos harrojmë, vitamina C është një vitaminë e cila nuk depozitohet në organizmin tonë, që do të thotë duhet ta marrim vazhdimisht, edhe madje do të ishte më mirë ta marrim
të ndarë edhe në pjesën e ditës tonë, pasi teprica që merr organizmi jon do të largohet nga organizmi jon nëpërmjet urinimit ose nëpërmjet defekimit, dhe nuk kemi ndonjë rrezikshmëri nga bidoza e vitaminës C. Ne plotësojmë gjithmonë nevojën, edhe ajo çfarë nuk duhet të delë sërish jashtë. Sigurisht, është shumë e rëndësishme që ne të marrim maksimumin e mundshëm të ditës tonë vitamin C. E qartë, folëm për luleshtrydhen dhe për qershin. Gjithashtu dhe për dozat që duhet jemi të kujdesshëm, kombinimin e tyre pse jo duhet të ishte i përshtatshëm për të patur kujdes tek sheqeri, ndërkohë në fakt luleshtrydhet do të ishin shumë të përshtatshme nëse do i kombinonim bashkë në një vang të dreke për shembull me mish viçi, i cili ka një përqindje shumë të lartë hekuri që ne kemi thënë gjithmonë. Luleshtrydhet për hir të sasisë të vitaminës C që kanë, por edhe të fruktozës, edhe pse jo në sasi shumë të lartë, ndihmon jashtëzakonisht shumë absorbimin e hekurit, ndaj edhe për fëmijët të cilët kanë shumë qef luleshtrydhet, por janë pak lehtësishme nivel të hekurit të ulët, rekomandohen jashtëzakonisht shumë dhe për njerëz të cilët mund të vuajnë nga një anemi të fituar ndoshta nga mënyra se si janë ushqyer më parë. Domethënë duhet I kërkoj zonjës Vjolla të na gatohej një ditë me mish viçi pse jo me luleshtrydhe, dhe do të ishte ideale fare. Pastaj dhe receta që do të servirnim. Mirë, shkojmë në një frutë tjetër. Manaferat? Po. Ky emision po më bën dëm. Kjo emision në fakt është plot ngjyra dhe manaferat janë një nga frutat të cilat është dëgjuar jashtëmase shumë, për shumë veti të mira, veti për dobësim, veti shumë të lartë antioksiduese, dhe në përgjithësi frutat e pyllit si manaferat ose manat e tokës që janë në ngjyra të ndryshme, na japin një sasi shumë të lartë të antioksiduesve më të fuqishme që ekzistojnë të paktën në natyrën tonë, dhe në përgjithësi ne kemi thënë gjithë frutat dhe perimet me ngjyrë të errët vishnje ka një përqindje të lartë nga këto antioksidueset. Kështu që le të themi janë super për të konsumuar gjatë ditës së verës, do të ishin ideale. Kanë efekte jashtëzakonisht shumë të mira për imunitetin tonë, pra një person I cili është I sëmurë që vuan nga një problem shëndetësor kronik pas një ndryrje ose edhe një virozë e stinës, rekomandohen jashtëzakonisht shumë për të konsumuar në një sasi të paktën te një filxhan, një kup është sasia e tyre, ndërkohë nuk na japin jashtëmase shumë kalori. Mund të themi në një kup nga to ne marrim rreth 60 kalori, që është një sasi minimale. Përveç vitaminës C dhe vlerave të tjera ushqyese kanë dhe fibra që janë shumë të domosdoshme, kanë efekte shumë të mira kundër plakjes, madje thuhet që stimulojnë edhe shumë kolagjenin. Jo kolagjeni, por stimulojnë shumë jashtëmase riprodhimin e qelizave të organizmit tonë, dhe antioksiduesit që përmbajnë kanë një veti shumë të lartë të mbrojtje të lëkurës tonë kundër rizatimit të diellit që është më I lartë gjatë verës. Mirë, Rolin, më shkon mendja natyrshëm. Të gjitha ato vajza të cilat na dëgjojnë dhe do donin të konsumonin tani manafera sa më shpesh në ditët e tyre, një zgjidhje a mund të jetë sado e vogël, nuk e di sa këshillueshme është, do të na sqarosh, pikërisht e lëngjeve të konservuara që janë në përmbajtje manafera. Në fakt, mos harrojmë që ne nga lëngu marrim kryesisht një pjesë të antioksiduesve të tyre, edhe nëse supozojmë që lëngu ka një përqindje të lartë të lëngut ekstrakt, sepse pjesërisht një përqindje shumë e madhe të lëngjeve që tregtojnë në treg kanë sasi më shumë ëmbëlsues, ngjyrues dhe një sasi shumë të vogël të frutit origjinal, që do të thotë bëhet goxha e varfër në këto vlerat ushqyese që ne sapo përmendëm. Por pjesa më e madhe vlerave ushqyese tek frutat mos harrojmë që mbetet te lëvorja, pra te fibrat e tyre, ndërkohë te lëngu kjo fibër nuk ekziston dhe largohet pas shtrydhjes të tyre, dhe rekomandohet kryesisht të konsumohen. Manaferat për shembull do të ishin ideale nëse të konsumoheshin në një vakt siç mund të ishte darka me një sallatë me ngjyrë jeshile, pra sa më shumë gjethore ose lakra me ngjyrë jeshile do të ishte ideale, pasi aty do të merrin përveç vlerave shumë të larta antioksiduese dhe një përqindje shumë të madhe në kriprat minerale siç është magnezi, që pjesa më e madhe nga ne kemi një deficit tek magnezi që marrim, tek kalciumi që ndodhet tek perimet me ngjyrë jeshile, por tek hekuri, te acidi folik, dhe një nga produktet dhe një nga rekomandimet e mia është një femër shtatzane gjatë periudhës së shtatzanisë do të ishte shumë e rekomandueshme për të konsumuar manaferat, të cilat përsëri ka një sasi shumë të lartë acidi folik, që ne kemi folur dhe herë tjetër që është I domosdoshëm për to, dhe kryesisht 3 muajt para shtatzanisë dhe pas shtatzanisë është shumë e domosdoshme. Që duhet konsumohet edhe përgjithsisht nuk mungon asnjëherë në këshillat e mjekut. Edhe njerëz të cilët mund të kenë kaluar shumë peripecira shëndetësore
kryesore, siç mund të jetë një tumor ose kimioterapi, radioterapi që mund të kenë kaluar, por qoftë edhe ndryrje të tjera të cilat organizmi tyre është goxha i dobët, është shumë e rekomanduar që të konsumojnë manaferat. Mund të themi ndoshta shega është një nga frutat të cilat është folur shumë për vetit antioksiduese dhe nga që i përket kohës më shumë të vjeshtës, mund të themi që pranvera na ofron frutat e pyllit të cilat kanë pothuajse të njëjtat veti. Fuqi. Do me thënë, manafera është ideale, ashtu si që do të ishte mirë të konsumonim sheg gjatë gjithë stinës së dimrit, sa herë të jetë mundur, stinën e verës, edhe na përshtatet në fakt me stinën më së miri, manafera ose ushqime me përbajtja manafera, ashtu si që Rolina këshillon sallatën në darkë bashkë me gjethe jeshile, do të ishte perfekte. Do të ishte perfekte. Një frut tjetër që janë duke ardhur dhe më shumë në tregun tonë tashme janë pjeshkët dhe kajsit, që janë afërsisht në të njëjtën familje, por që kanë disa diferenca në vlerat ushqyese. Le të flasim pak për pjeshkët, të cilat kanë një përqindje shumë të lartë në fibra dhe një sasi shumë të lartë gjithashtu në ujë në krahasim me frutat e tjera. Pjeshka ka një sasi shumë të lartë në vitaminën E, në B-karotenën e cila kthehet në vitamin A në organizmin tonë, ka një sasi të konsiderueshme në vitamin C dhe ajo, siç ka dhe çdo frut, është shumë e rekomanduar për personat që kanë probleme me ulçrën, pra pasi nuk ka një aciditet shumë të lartë si frut, fibrat e saj janë kryesisht të tretshme dhe nuk shkaktojnë probleme me aparatin tretës. Një rekomandim shumë i mirë është të konsumohet me kosin bashkë në këtë rast dhe do të ketë edhe një përmirësim në ata që vuajnë në konstipacion ose në problemet me kolitin që mund të kenë fryrje ose dhimbje barku që ndoshta mund të kenë. Pjeshk me kos do ishte shumë mirë për shkak se kemi folur që kosi është një ndër ato produkte që na bëjnë më shumë mirë. Dhe është kombinimi më i mirë në këtë rast për tretjen dhe njëkohësisht për personat që vuajnë nga koliti, pasi nuk ngacmon, nuk ka fibra shumë të vështira për të tretshme, ka fibra kryesisht të tretshme dhe nuk krijon fryrje ose probleme me kolitin ton. Vlen e njëjta gjë për kajsit? E njëjta gjë vlen për kajsit, por kajsit kanë një përqindje shumë më të lartë në hekur, një përqindje shumë më të lartë në kalcium, kanë më pak ujë, ndaj dhe përdoren për tutharë dhe janë kajsit e thata, kanë më shumë vlera ushqyese mund të themi në krahasim me pjeshkën, pavarësisht se çdo frut luan rolin e tij. Kajsit janë shumë të rekomanduara për personat që vuajnë me anemi, qoftë ashtu si janë të njoma, por edhe të thata mund të konsumohen gjatë dimrit. Rekomandimi i kombinimit të tyre si vak do të ishte ideal, për shembull me fruta të thata, siç mund të jenë arat, bajamet ose lajthit, të cilat siç kemi thënë gjithmonë duhet të jenë të papjekura dhe pa krip, dhe aty do të marrin një sasi shumë të lartë, mund të themi, një suplement natyral nga përsa i përket vlerave vitaminoze edhe kriprave minerale. Rekomandohen jashtë shumë siç thamë personat me anemi, por njëkohësisht ori është edhe një gjë tjetër. Tek kajsit do të rekomandoja që të thyejnë bërthamën e kajsisë dhe të ham edhe bërthamën e kajsisë. Do të ishte këshilla më mirë. Në shumë studime që janë bërë, disa njerëz të cilët më përpara kanë përdorur bërthamën e kajsisë është më re që kanë një fuqi shumë të lartë kundër tumorit dhe ka kuruar goxha dhe ka mbrojtur disa popullatët të cilat e kanë përdorur në menun e tyre bërthamën e kajsisë dhe ka parandaluar jashtëmase shumë zhvillimin e qelizave tumorale. Ne të rekomandojmë që ato farat të kajsisë t'i mbajmë dhe t'i konsumojmë në vend të bajameve. E di që s'është dhe aq e lehtë për thyer ato, domethënë bërthamat e forta, por i dilet gjendet zgjidhja. Ka një shije pak të idhët dhe pikërisht ajo shije e idhët. Po mirë, një bërtham, një kajsi, një bërtham, një kajsi. E zaurohet ajo, istësia, nuk ndjehet shumë. Po unë kam një pyetje tjetër, Rolina, dhe kjo më vjen totalisht nga vetja, pasi nuk mundem në mënyrë kategorike të konsumoj pjeshkën dhe kajsin për shkak të pushit. Do me thënë më duhet t'i largoj lëkurën. Në fakt mund të përdorësh nektarinën. Dhe dua nektarinën, po prandaj kjo ishte pyetja. Në fakt, i bëj të njëjtën të mirë organizmit tim duke konsumuar nektarinën? Sigurisht. Mund të konsumosh nektarinat. Në fakt, nektarinat janë një lloj shartimi, mund të themi, i pjeshkës me kumblën. Prandaj dhe kemi dhe atë lëvoren më të lëmuar dhe jo me pushin e vet. Por në fakt, ori do të rekomandoj që të mundohesh të konsumosh kajsitë, të cilat ndoshta vlerat e saj nuk do të gjesh dhe një frut tjetër. A lëkur? Mirë do të ishte me lëkur.
Por mund të përdoren shumë mirë me një kos ose me akullore ose me qumësh. Që mos të ndjehet, të bëhet si smoothies që mund të vesh edhe aty dhe njëkohësisht dhe fruta të tjera dhe aty ajo lëvorja do të nuk do të ndjehet fare. Nuk do të ndjehet as pak. Në fakt kjo do të ishte një këshill ideale, pasi si unë kam përshtypjen që ka shumë që kam pak probleme konsumimi. Por mund konsumosh edhe kajsit e thata, të cilat s'kan atë një. Po, e vërtet, kajsit e thata do të ishin një zgjidhje perfekte, atyre të freskëtave i marrin bërthamën, kajsit e thata dhe jemi okay. Kemi marrë vlerat ushqyese që na duhen. Ky emision sot më pëlqen pafund, po flasim për fruta, dhe kujt nuk i pëlqejnë frutat, nuk e di, duket shumë e çuditshme që të ketë njerëz që kanë problem konsumin e fruta. Besoj se ata që janë më të vështirë, vera i plotson të gjithë veshjet. Është e vërtet, është e vërtet. Një nga frutat që janë shumë të dashura, ndoshta gjatë periudhës të verës, është bostani, shalqini. Shumë i dashur. I cili, dhe për mua është fruti preferuar në fakt, ka një përqindje shumë të lartë në ujë, siç kemi thënë, edhe herë të tjera, po një përqindje shumë të lartë edhe në likopen. Likopeni është një substancë që është folur jashtë mase shumë që ndodhet tek domatja dhe është një nga dioksidusët shumë të mirë, por që në këtë rast do të rekomandoja jashtëzakonisht shumë për meshkujt, pasi pas shumë studime është vënë re që likopeni mbron jashtë mase shumë kundër të sëmundjeve të prostatës dhe kryesisht të tumorit të prostatës. Meshkujt vojnë shumë. Meshkujt vojnë shumë vitet e fundit dhe është rekomanduar të merret në një sasi një fet shalqin minimumi 100 gram në ditë dhe të jetë në mënyrë të domosdoshme. Nëse do të bëhen kombinime me vakte që mund të marrin edhe likopenin e domates do ishte perfekte. Në fakt shalqini përveç se ka fibra, përveç një pjesë të njerëzve që mund të kenë një çik problem me pjesën e tretjes të stomakut të tyre, se mund t'i ngacmoj. Pjesa tjetër merr një sasi shumë të lartë në kalium, normalizon jashmase shumë likidet në organizmin tonë. Për personat me tension të lartë normalizon duke patur një efekt diuretik dhe duke normalizuar tensionin e tyre. Për personat me diabet gjithashtu rekomandohet, por të evitohet zona e zemrës që është ndoshta më dashura për të marrë pjesën tjetër që s'ka përmbajtjen e njëjtë në sheqer, por njëkohësisht nëse duan të kujdesen në dietën e tyre mund të marrin dhe zemrën, por do të zvoglojnë sasinë e marrë në shalqin. Dhe ose zemra jepet mikut të llastuarit, të voglit në shtëpi, ajo zemra që është pa bërthama dhe në fakt kjo është një ndër arsyet kryesore e konsumimit të saj, se është e vetmja pjesë që nuk ka bërthama dhe është më lehta për të konsumuar. Në fakt, në vendet e tjera janë prodhuar dhe shalqin të cilat nuk ekziston në bërthama e tyre, por unë besoj se duhet të jemi më afër natyrës dhe nuk besoj se në mënyrë kategorike, po. Ndërhyrjet në atë çfarë natyra ka patur arsye të saj pse e ka bërë në një formë, për mua nuk janë asnjëherë të këshillueshme. Kështu që ne qëndrojmë te shalqiu, tek piepri dhe vadeni. Po. Që janë, le të themi, tre të njëjtë. Tre afërsisht të njëjtë. Piepri me vadeni janë pothuajse në të njëjtën kategori. Thjesht vadeni është disi shartuar me kungullin në këtë rast dhe ka atë kozjatjen më të madhe që ne mund ta ruajmë për kohë më të gjatë dhe mund ta ham gjatë vjeshtës. Por, le të flasim edhe pak për kombinimin e shalqinit më të mirë, që një nga kombinimet që është edhe tradit në Shqipëri është me djath, dhe unë do flisja pak, shalqini ka një vitamin B6, një sasi të konsiderueshme, dhe sasia e vitaminës B6 me praninë e vitaminës C që ka shalqini si çdo frut tjetër, bashkë me djathin që përmban aminoacidet e mira që ka dhe triptofanin, që është një nga aminoacidat më të njohura, por dhe bukën, pra kombinimi i këtyre trejave, ka jashtëzakonisht një efekt shumë të mirë në organizmin tonë. Prodhon seritonin dhe serotonina kemi thënë është një neurotransmetues që na bën të jemi më të qetë psiqikisht edhe është ajo serotonina që themi që na bën më të lumtur. Pra personat të cilët janë ato ushqimet e lumturisë që diskutohet hera herës dhe ne jemi skeptik kur e dëgjojmë se si mund të ndikojnë ushqimet në lumturinë tonë. Dhe ja ku e shpjegon Lolina në një formulë. Kjo është një temë tjetër, por për sa i përket prodhimit të serotoninës, ne prodhojmë serotoninë pas disa kombinimeve ushqime që mund të bëjmë dhe në të vërtet nuk ka njeri që nuk e ka ndjerë prodhimin e serotoninës në trupin e tij. Sidomos kur konsumohet, ashtu siç tha Lolina, bukë, djath dhe shalqin. Bukë, djath dhe shalqin, kemi një prodhim jashtëzakonisht shumë të mirë të serotoninës dhe është një kombinim shumë i mirë për ata që janë duke mbajtur dietë, një kombinim shumë i mirë për personat me diabet, për të gjithë. Është një vakt i plot mund të themi. Një tjetër herë dalin tek ajo se sa e sakt shkencërisht, por edhe në vlera ushqyese ka qenë kombinimi i disa ushqimeve të cilat ne kemi quajtur gjithmonë
tradicionale apo të vjetra të brezave të mëparshëm, siç ka qenë rasti në mos gaboj i fasuleve me turshit. Me turshit, që ka qenë një kombinim i këshillueshëm dhe shumë i drejtë. Shumë i drejtë. Në fakt, është shumë e rëndësishme të përmendim pak ushqimin mezetar që ne bëjmë pjesë. Kemi një traditë jashtëzakonisht shumë të mirë si çdo shtet mezetar dhe duhet ta ruajmë atë lloj kuzhine dhe mos i afrohemi as pak kuzhinës perëndimore që ka ushqimin fast food, burgerat, por të ruajmë traditës tonë sepse ka një thesar shumë të madh për shëndetin tonë dhe për mirëqenien tonë. Një frut tjetër që tham, pra për bostanin, pjeprin ose vedenin që ti përmendi, që është shumë i dashur, do i kategorizoja përsa i përket fibrave që përmban si fibrat e pjeshkës që janë të tretshme, që kanë një kombinim shumë të mirë nëse të kombinoheshin me kosin bashkë në këtë rast, dhe do të ishin shumë të mira për tretjen tonë edhe për mospatjen e problemeve me kolitin tonë. Shalqini ka një sasi shumë të lartë përsëri edhe ai në fibrat e tretshme, ka një sasi të lartë në ujë, afërsisht në kaloritë e tij është sa bostani, në 100 kalori pjepër ose shalqin e marrim vetëm 30 kalori të cilat ndoshta janë shumë pak dhe një person që do kujdeset për ditën e tij se sa kalori konsumon do duhet konsumojë edhe akoma më shumë. Aq janë vetëm fillimi, do të thonë. Po, mund të konsumoj 100 gram janë pak ndoshta bostan, por mund të konsumohet qoftë në mesvaktet, qoftë edhe në mëngjes do të ishte shumë i këshilluar, pasi na bën lehtësisht të ndihemi të ngopur dhe ndoshta edhe vedeni që kjo për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit, ne e patë ndjesin e ngopjes. Diferenca e vedenit është që ka një diferencë në përmbajtjen e vitaminave, të vitaminës E dhe B-karotenës që kanë edhe atë ngjyrën karakteristike. Një frut i cili ka një ngjyrë më të fortë, ngjyrën e verdhë, karakterizon më shumë karotenoidët, praninë më të lartë të karotenoideve në këtë rast. E qartë, kështu që në këtë përmbajtje kemi pjeprin edhe vedenin, ndërsa bostani, shalqiun e kemi pikërisht për ato çfarë Rolina përmendi dhe mbetemi gjithmonë deri këtu, mbetemi nga kërshëria tani për të konsumuar të gjitha në mënyrë që të marrim gjithçka që na duhet. Një kombinim do të ishte ideal. Në ditë, java ka 7 ditë, çdo ditë diçka të ndryshme, çdo ditë nga një sasi. Brenda ditës duhet të konsumojmë një frut më shumë se ato që rekomandoj gjatë dimrit. Pra 3 fruta në ditë, mund të ishte vakti mëngjesi. Si lloje? Si racione frutash. Si racione 3 fruta në ditë. Pastaj llojet do të ishte rekomanduar që të jenë 3 të ndryshme ose mund të jenë edhe më shumë duke bërë një sallatë frutash në këtë rast. Perfekt. Ose duke i fruluar është mënyra më ideale për të marrë edhe më shumë ose sasinë që duhet. Kemi edhe 3 fruta të tjera të cilat do të përfundojmë. Kemi kumllat, të cilat fillojnë dhe ato gradualisht edhe piqen dhe do të jenë së shpejti në tryezën tonë. Ato kumllat që kemi në ngjyrë vishnje, që ka një sasi shumë të mirë të hekurit që ne përmendim gjithmonë, që thahen gjatë dimrit dhe rekomandohen përsëri jashtëmase shumë. Kumllat kanë një veti, siç e njohim, shumë të mirë për kundër konstipacionit, kanë një mbrojtje jashtëzakonisht shumë të zorës të trash, e pastrojnë ato, mund të them, në një farë mënyre, por rekomandohet jashtëmase shumë për moshën e 3 të orit, për personat që vuajnë me anemi, qoftë edhe fëmijët që vuajnë me anemi, dhe do të thënë kumbullat e pjekura, kumbullat e kuqe. Kumbullat e kuqe kanë këtë veti në sasinë e hekurit. Ndërsa kumbullat jeshile, ato që ndoshta ju kaloi Stina tani, janë pak më të tharta, nuk kanë të njëjtën veti kryesisht për hekurin që përmbajnë, por veti për të pastruar zorën tonë, për ta mbajtur atë sa më të pastër dhe për të patur efektin e defekimit më të lehtë për hir të fibrave që përmbajnë kanë të njëjtën veti. Rekomandon jashtëzakonisht shumë për moshën e 3 që kanë probleme me konstipacionin, rekomandon jashtëmase shumë gjithashtu edhe për moshën e 3 të gratë postmenopauzës për hir të sasisë të kalciumit që përmbajnë në sasi shumë të lartë, dhe kemi thënë postmenopauzës kemi problematik me kalciumin tonë, dhe gjithashtu rekomandohen edhe për njerëzit që kanë anemi, qoftë fëmijë, qoftë gratë gjatë shtatzanisë, gjatë tremjoshit të fundit të shtatzanisë që kanë nevoja shumë të larta në hekur, do të ishte shumë mirë të konsumojmë, dhe një kombinim i mirë i tyre do të ishte bashkë me frutat të thata, në këtë rast përsëri, pasi frutat e thata do t'japin yndyrnat e mira, por kanë goxha vlera ushqyese të kriprave minerale, si seleniumi, zingu, që ndoshta tek fruta ndodhen një sasi më të ulët, dhe duke kombinuar bashkë ne marrim një sasi shumë të lartë, një paketë të plot. Një paketë shumë të plot për nevojat ditore të çdo kujt. Edhe dy fiqt janë shumë të dashur. Është sezoni dhe Rolin, përpara se të fillojmë me fiqt, në fakt, dua natyrisht të pyes, a mbetet
një ndër këshillat më të rëndësishme pikërisht konsumimi i frutave atëherë kur është sezoni dhe stina e tyre. Sigurisht. Sigurisht, pasi vetëm atëre ne mund të flasim që ai frut ka ato veti dhe ato vlera ushqyese. Një frut i cili është stimuluar për të rritur në një kohë që nuk është koha e tij, që nuk ka bërë procesin e tij në kohë zgjatjen e pjekjes, por është përshpejtuar, nuk ka patur të njëjtin intensitet në rezatimin e diellit, ndoshta fletët e fikut nuk do të merrnin në ato veti që ne do të flasim pas pak për fikun. Ai frut vërtet do të jetë si frut në formën e fikut, por do jetë gjysma e vlerave ushqyese. Dhe zakonisht tek shija ndryshon dhe mos harrojmë vitet e fundit ka evoluar shumë edhe prodhimi i frutave nuk është më i njëjti siç ka qenë më përpara. Frutat tashme janë më të mëdha, janë në një sasi shumë më të lartë të ëmbla siç kanë qenë më përpara. Ndoshta dikush që ka shijuar frutat, që ka qenë me fat dhe ka shijuar frutat e viteve më përpara, kupton të bëj këtë dallim. Ndërsa një fëmijë që është rritur tani dhe është ushqyer që në fillim do ta ketë vështirë çdo ditë më shumë. Madje po të hajë një frut i cili është bërë mirë, ndoshta nuk është aq i ëmbël, siç është mësuar të hajë, do thotë që nuk është e mirë. Sepse vitet e fundit frutat kanë një sasi shumë më të lartë siç kanë patur më përpara në sheqer. Po do të ishte mirë që aty ku kemi mundësinë të kemi hapësira të gjelbra, pse jo të mbjellim nga një pemë frutore bashkë me komunitetin përreth për të patur edhe fruta të vërteta. Edhe fruta të vërteta. Fiqtë janë shumë të rekomanduar për gratë postmenopauzës. Pas një studimi ori që doli, vërtetoi që më parandalon nga tumori i gjirit tek gratë postmenopauzës. Gjithashtu përmban një ngjyrë të errët. Gjithashtu përmban, kemi edhe fiq të kuq, por ka dhe fiq jeshil në përgjithësi. Ka një sasi shumë të lartë në fibra, jashtëzakonisht shumë ndihmon për konstipacion, ka një përqindje shumë të lartë në hekur, dhe edhe fiku i thatë rekomandohet përsëri për personat me anemi, siç thamë fiqt, kajsit edhe kumbullat, qoftë të njohura, qoftë të thata rekomandohen jashtëzakonisht shumë. Ndaj mosha e tretë gra postmenopauzës, fëmijë me konstipacion, rekomandohen jashmase shumë. Personat me diabet duhet të kenë kujdes, pasi kanë një sasi shumë të lartë në sheqer, një kokër fike e madhe mund të na jap rreth 50 kalori dhe duhet të kemi kujdes edhe personat që janë me dietë, që mos e konsiderojnë fikun si një frut. 50 kalori vetëm nga një kokër fik. Ndërkohë që sa është sasia nevojshme ose e mjaftueshme për të konsumuar sa një kuadrat çokoladate. E fikut në ditë. Po ja, një kokër fik. Një kokër fik. Pra duhet ta konsumojmë në ditë. Por duhet. Nuk themi që s'ndalojmë. Nuk ndalojmë asnjë gjë. Se ata që kanë qef fikun pastaj e ndruan kanal qirullja minjere, thonë nuk duan të dëgjojnë, mund dua fik. Një rekomandim i mirë është që t'i ham të ftohtë disi për të na freskuar dhe një kombinim i mirë është përsëri bashkë me kosin në këtë rast dhe do të jetë një perfekt për persona që vuajnë me kolitin. Prandaj dhe fiku në fakt është gjithmonë prezent në preparate të ndryshme të mëngjesore, apo në ëmbëlsira të ndryshme, apo edhe në produkte kozmetike është shumë prezent. Është shumë prezent për hir të dentësisë në kripra minerale që përpan. Pra një sasi shumë e vogël na jep një sasi shumë të lartë në vlerat ushqyese që ne përmendëm. Pra ka dhe kalcium që është shumë i rekomanduar, që përsëri dhe për gratë postmenopauzës duhet. Ndoshta për gratë me menopauzë mund të bëjmë një përmbledhje, kumbullat janë ato që duhen, fiqt që duhen një sasi shumë të madhe, manaferat, kajsit. Do të ishte perfekte për to. Dhe le të kalojmë te fruti fundit që është rushi. Jo, më pak i rëndësishëm. Që unë e lash kastile në fund, pasi ka jashtë vjen në fund të sezonit, në fakt edhe rushi, pasi e kemi të gjindur në shtator. Është diku në gusht të vjesht, po, fillim shtatori, por që është folur shumë gjatë për të, është akuzuar për sheqerin e lartë që ka, dhe në një të vërtet ka sheqer shumë të lartë. 10 kokra rushori mund të na japin te 40 kalori, 40 me 50 kalori, varet sa i ëmbël është, ka një sasi shumë të lartë. 10 kokra rush, 40 deri në 50 kalori, por qëndrojmë rushi i bardhë, rushi i zi. Sepse shpeshherë njerëzit thonë rushi të shëndoshën, jam dakord me atë shprehje, por duhet të kuptojmë që 10 kokra rushi korrespondon një kokër mollë. Nëse ti do të ulesh tash një pjatë me një verig rush, i bie sikur ke ngrënë 5 kokra mollë të ulur në një moment. Ky është problemi, që duhet të kemi shumë kujdes asin, një kombinim shumë i mirë siç kemi thënë, rush me fruta të thata, që përsëri marrin një sasi shumë të lartë të vlerave ushqyese të kriprave minerale, por edhe kombinimi i njohur, siç është rush, djath edhe
Buk përsëri është një kombinim jashtëmase shumë i mirë dhe Në të njëjtën formë ashtu edhe personat si me diabetori do të rekomandoj që ta konsumoni në këtë mënyrë pikërisht, gjithmonë bashkë me djathë ose edhe buk bashkë, por edhe rush me djathë vetëm do të ishte perfekte për ta, pasi do ndihmoj që niveli glicemik të tyre mos rritet menjëherë, pasi siç tham, rushja stimulohet menjëherë përgjithëse sepse përmban një sasi shumë të lartë në glukozë. Ndaj të personat me diabet duhet të konsumojnë me patjetër me djathë dhe në këtë mënyrë do të ngadalsojnë rritjen e menjëhershme të glukozës në gjakun e tyre dhe sigurisht do ndihmoj edhe për ta përballuar sa më shpejt asimilimin e sheqerit gjakut tyre. E qartë, kam përshtypjen që erdhëm në fund, i përmendëm kemi akoma për rushin. Unë rekomandoj kryesisht të kemi akoma fruta më rëllë. Okej, rushi, vazhdojmë. Kemi akoma përsa i përket ngjyrës të tyre, rushi me ngjyrë të zezë ka një përqindje shumë të lartë në antioksiduz, shumë të fuqishëm. Mirë, tani këtë e kuptojmë në paksa sepse jemi bindur dhe kemi të qartë që ngjyra e errët na bën të kuptueshme që ka antioksidues. Por ka një antioksiduz më të veçantë që nuk ndodhet tek frutat e tjera të cilat kanë një veti përsa i përket që stimulon DNA-n përsa i përket kodit gjenetik kundër plakjes, ndaj dhe ngadalson plakjen. Rushi i zi ngadalson plakjen. Po, është dhe një nga antioksiduesit më të fuqishëm që përdoret shpeshherë edhe si ekstrakt në kremra të ndryshme. Por ne kemi thënë që gjithmonë ajo që ne konsumojmë është shumë më e përthithshme dhe më e asimilueshme për organizmin tonë sesa ajo që ne mund të vëmë në sipërfaqen e tij. Dhe pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme për të përmendur, që ka veti shumë të mira për të mbrojtur arteret tona. Ndoshta francezët të cilët konsumojnë jashtëzakonisht shumë gjalpin dhe produktet shtazore të qumshit në çdo vakt pothuajse, por edhe djathi i cili ndodhet pothuajse në tryezën e tyre gjithmonë. Po kanë dhe shato gjigande me rush edhe me verë, kështu që kanë dhe gjithë ato sasi konsumimi rush edhe verë gjithashtu që kombinimi këtyre të dyve parandalon në një farë mënyre që të shkaktoj dëmin yndyrë shtazore që merret ndërmjet pulmetit. Do të thënë i mban në ekuilibër. I mban në ekuilibër, për ndryshe francezët do të kishin një përqindje shumë më të lartë në problemet kardiovaskulare, por nuk e kanë. E qartë, mirë, unë mbaj mend vetëm këtë që rushi i zi na ndihmon të mos plakemi, duhet ta konsumojmë, duke patur kujdes. Dhe pastron zemrën tonë nga yndyrrat e tepërta. Ashtu që kjo është një e vërtet e mirë edhe një shumë e rëndësishme në fakt për organizmin tonë, pasi janë gjithmonë problemet kardiovaskulare, ato që na trëmbin të parat. Por ori mos harrojmë që 10 kokra rush janë sa një kokër moll. Kështu që 10 kokra rush të kuq, do thoya unë, të zi në ditë do të ishin të mjaftueshme. Jo, mund të konsumojmë dhe pak më shumë, se sigurisht askush nuk privohet të konsumojë vetëm 10 kokra. Në bazë të aktivitetit, në bazë të asaj se çfarë kemi konsumuar në të gjithë ditën ose asaj se çfarë kemi bërë si plan ushqimor për ditën tonë, atëherë do të ishte mirë që të kishim kujdes edhe në sasinë e gjithçka tjetër që vendosim në dietë. Roli ishte me të vërtetë një kënaqësi në fakt që sot përmendëm 10 frutat kryesorë të cilat duhen konsumuar dhe të gjitha të mirat dhe vlerat e tyre ushqyese përkatësisht, sidomos për stinën e verës, duke ju kujtuar dhe një herë se një e mirë e madhe është të konsumojmë gjithçka në sezonin e vet natyral. Atëherë kur ka stinën e vet, atëherë ka të gjitha vlerat ushqyese që janë të nevojshme për organizmin tonë. Unë të falenderoj që ishe të sot me mua me Vila 24, miqtë e mi. Besoj se jeni kënaqur me të vërtetë nga kjo bisedë e tanishme me Rolinën, edhe shpresoj shumë që të keni memorizuar të gjitha këshillat që ajo dha. Duke ju uruar një verë sa më të këndshme dhe të shëndetshme, ndahemi këtë të shihemi nesër.